Gjatë kohës së kancerit unë jam shëruar së brendshmi më shumë se sa kur isha pa të. Fal kësaj përvoje të hidhur, kam gjetur më shumë dritë. Kam mësuar ta dua më mirë jetën time. Nuk kam më utimin e dikurshëm dhe jam më realiste kur vjen puna te shpenzimi i kohës. Më është zgjeruar rreth i tolerancës. Nuk është aq e gjatë jeta sa të përfshihemi në çdo padrejtësi. Duhet hapur rrugë. Të ndihmon më shumë ty se sa tjetrin. Gjatë betejës me sëmundjen po shëroj edhe pjesë të tjera nga jeta ime. As vetë nuk e di se si unë, një natyrë ku si gjëja më e kotë dhe padrejtësia më e madhe, më merrnin pothuajse të njëjtën masë energjie. Kur më ndodhi historia me kancerin, u shndrova në njeriun më normal të kësaj bote. Në këto ditë të vështira, mes frikës dhe dyshimit për jetën, rash në dashuri me çdo gjë të jetës sime. Sot nuk dua të këmbehem as me një yll Hollywoodi. Në çdo rast do të zgjidhja jetën time. Le të jenë ato jetë të shëndritshme dhe pa kancer, nuk më interesojnë. E dua me gjithë zemër jetën që kam. Dua familjen time, edhe pse nuk është koha jonë më e mirë me një baba që u fut në demencë duke na lënduar pafund. Nuk ka sëmundje më të poshtër se sa demenca. E këtë e konfirmon një njeri që ka kaluar kancer. Por dhe kështu, me vuajtjet tona, më jep ngrohtësi kjo jetë. Ndihem në shtëpi. Nuk ka jetë më të bukur se sa ajo që është e jotja. Janë iluziona. Asgjë e tjetrit nuk mund të jetë më e mira jota. Jetët e të tjerëve nuk i njohim sa që kujtojmë. Edhe nëse janë nga ata të zonës së rehatis, jeta e të cilëve duket si një koncert i gjatë duke na e bërë me sy, me ndonjë cifër aty këtu, sot nuk më interesojnë, sepse në thelb ata s'janë të vetëdijshëm për mirësinë e jetës. Kujtojnë se u takon dhe kërkojnë edhe më shumë prej saj. Njeriu nuk është mirë kur do më shumë, më shumë, më shumë. Se në atë të përpjet, asgjë nuk mjafton. Asgjë nuk do të ngopë ndonjëherë. Shumë gjëra tani kam sistemuar në vendin e vet. Ndjenjat, mendimet dhe njerëzit. E di ku po shkoj. E di që koha është e kufizuar. E di që jeta është gjëja më e çmuar.